arti I argumentit është arti më I bukur që mundet një person me pas. Nëse kupton rregullin e 90 sekondave, ti mundesh me fitu rreth 90% të argumenteve. Kjo funksionon. 30 sekondat e para janë për ty me kuptu temën dhe thelbin e argumentit që është të dhanë. 30 sekondat e dyta janë për ty me kuptu kontekstin e folësit. Kushdo që ti të argumentu me ty, 30 sekondat e dyta ti dush me I kuptu shumë mirë në mënyrë që ti me kuptu për çka ka fjalën. 30 sekond që I tretë që hyn te funi I saj, aty duhet m'ia vu shumë mendjen edhe tyne për arsye se personi ose folësi përballë teje në këto 30 sekondat e treta ashtu mundu me të mush mendjen që ti me kenë në të njëjtin menim si ai ose ajo. Nërsa, nëse ai person flet më shumë se 90 sekonda, prap ti mos e nërpre. Në momentin që ti e nërpret atë person, je të fillu në pjesën e humjes argumentit, për arsye se ti tash je të I dhon municion atij tjetrit me fitu kundër teje. Deri tash ti ke marrë gojën mbyllur edhe je ken vetëm tu nexhu. Ai nuk e din se çfarë kundër argumentit ke ti, edhe çfarë mënyrët e ke kuptu ti. Në momentin që ti e nërpret folsin, zakonisht ti je të ja tregu letrat atij, edhe tash je të ja mundësu ati me nërshu argumentin për në këtë pik dhe me nërshu me rekonstruktu kontekstin e argumentit që kishte kundër teje, edhe këtu ti prej në 90% plus shkove 90% negativ. Bravo, e shef sa shpejt e hum, por po deshe primen me hum 100% argumentin, mos e le folësin me përfunu edhe fillo shaje bërtit. Në këtë moment, nuk ka rëndësi sa I squt je, nuk ka rëndësi sa I shkollum je, nuk ka rëndësi sa grada ke apo sa diploma ke. Në këto momente e ke hum argumentin 100%, edhe kam vure fatkeqësisht në shumë argumente, sidomos tash me online me internetin, nuk e pret atë tjetrin me fol deri në fund, edhe fillon e jep etiketa, I jep emra. Në atë moment, ti do me thonë, e ke hum çdo lloj shansit të fitimit argumentit. Ti je thjesht I tregu atij folësit tjetër përballë, që je hums, edhe ti kur nuk do të kesh kundër argument. Ti nuk mund ta fitosh atë argument në mënyrë njerëzore ose të civilizume, ti thjesht mundosh me fitu argumentin në mënyrë kafshërore. Sepse do me thonë, ligji I bërtitunit funksionon vetëm në pyll. Në pyll, po, kush e ka të brohërimin majmalli, kush e ka të gërthitjen majmalli, normal që fiton. Zakonisht Luani e ka atë, edhe fiton Luani. Po, ashtë Luani në primen pozicione me fitu ose me hum argumente? Jo, argumentet e tyne është se Luani ashtë të luftu për darkën e ti, nërsa lepuri ashtë të luftu për mjetesën e ti, nërsa ne kena lëviz për asaj pjesë, jena te kjo pjesa që mjetesa është bo diqa e të kalumes dhe sot jena të munu për jetesë të civilizume, kur mos e nërprej atë tjetërin nërkohë që ashtë të folë. Kur edhe nëse është armiku jot, armen matë male që ti ke kundër armiku tanë në argumente, ashtë me lanë armikun me funos veten me fjalët e ti, ka që kisha, me që me shnet.